Pas Sali Berishës në krye të saj, Partia Demokratike merr më shumë vota. Ky është rezultati i një sondazhi në Report TV dhe Shqiptaria.com, i ngritur mbi pyetjen, po të mos ishte Berisha në krye të saj, a do të ktheheshe ta votojë Partinë Demokratike? Në sondazhin e nisur më 31 tetor, nga 919 vota në total, të cilat janë unike, pra një qytetar mund të votojë vetëm një herë, mbi 50% e qytetarëve që kanë shprehur mendimin e tyre, vlerësojnë se po do të ktheheshin të votonin për Partinë Demokratike vetëm nëse Sali Berisha nuk do të ishte më kryetari i saj. Pra thënë më thjesht, kjo kategorizohet si 50.4%, edhe pse më herët kanë votuar djathtas, së fundmi janë detyruar të mos votojnë për partinë që ata preferojnë, PD-n, vetëm se drejtimin e saj vijon ta ketë Sali Berisha. Në sondazhin me vota unike të Report TV dhe Shqiptaria.com, 38.9% e personave që janë bërë pjesë e tij thonë se nuk do ta votonin PD-n, edhe sikur Berisha të largohej prej saj. Këta mund të jenë të zhgënjur me Partinë Demokratike në përgjithësi, po të ndaj së cilës nuk do ta jepnin më, pavarësisht se kush do të ishte në krye të saj. Sipas sondazhit me 916 vota totale unike, 10.7% janë në mëndyshje dhe pyetje se po të mos ishte Berisha në krye të saj, a do të ktheheshin të votonin PD-n, janë përgjigjur me nuk e di. Në zgjedhjet e 11 majit, ku socialistët, siç kanë nisur prej 2017-s e më tutje, kanë shkuar të vetëm në garat për parlamentaret, PD në tradit koalicionesh me 25 parti politike së fundmi mori rreth 528.000 vota, ndërsa socialistët 855.000 vota, që i dhan numrin më të madh ndonjëherë në kuvend të një force politike, 83 mandate. Sfida e radhës, ku Partia Demokratike këtë radhë është fshehur pas të pavarurve dhe jo me kandidatë të saj zyrtar, është ajo e 9 nëntorit për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki.